Një burr u varros I gjallë brenda makinës së tij nga një rëshitje dheu. Kur uli xhamin për të zgjatur dorën dhe për të testuar sa I thellë ishte balta, një sasi e madhe llumi u derdh papritur brenda automjetit. I kapluar nga paniku, ai e ngriti menjëherë xhamin përsëri. Por para se të merrte frym thellë, tavani panoramik I makinës u ça papritur. Ai kapi me nxitim një rrodhë ngjitse, shirit izolues, dhe u përpoq të mbyllte xhamin e thyer. Pikërisht kur tavani ishte gati të çahej plotësisht, I pa një bllokues timoni. Ai e mori menjëherë dhe e vendosi horizontalisht për të bllokuar hapjen e tavanit. Kjo e ndaloi përkohësisht baltën të hynte brenda. Në atë moment, ai bëri gabimin më të madh të jetës së tij. Mori shishen e fundit të ujit dhe e piu me etje të madhe. Vetëm kur shisha ishte pothuajse bosh, e kuptoi se sapo kishte shtëruar shpëtimin e tij të fundit. Në një situatë të tillë, çdo pikë uji ishte jetike. Nuk kaloi shumë dhe ai filloi të kishte vështirësi në frymëmarrje. Oksigjeni po paksoi me shpejtësi. Ai mori një karrige të palosshme nga makina dhe hoqi një tub metalik prej saj. Pastaj hoqi kapakun e një shisheje, bëri një vrim në të, lidhi një nyj me një fije spangoje dhe e kaloi fillin përmes kapakut. Kjo do të parandalonte që balta të bllokonte tubin. Duke përdorur një tel, ai shpoi një vrim të vogël në tavanin panoramik të makinës, futi tubin metalik në hapësirë dhe filloi ta shtynte lart me gjithë forcën. Dy tuba u shtyn pothuajse deri në fund, por ende nuk kishin arritur sipërfaqen. Atëherë ai e kuptoi sa thellë ishte varrosur. Sa më shumë forcë përdorte, aq më pak lëvizte tubi I tretë. Ai njëri vendosi një peshqir mbi shpatull, shtrëngoi dhëmbët nga dhimbja dhe vazhdoi ta shtynte tubin me gjithë fuqinë që I kishte mbetur. Papritur ndjeu që presioni mbi shpatullën e tij u lehtësua. Tubi më në fund kishte dalë në sipërfaqe. Ai nxori telin dhe hapi kapakun e shishes në majë të tubit. Kur ngriti syt përmes tubit, pa rrezet e diellit për herë të parë pas një kohe që I dukej si përjetësi. Ai thiti me lakmi disa frymë ajri të pastër dhe filloi të bërtiste për ndihmë. Por edhe pas shumë britmash, nuk pati asnjë përgjigje. Atëherë I lindi një ide. Ai mori një gazetë të vjetër, lezi me shkrepse. Ndërsa vazhdonte të bërtiste, lejoi që tymi të ngrihej përmes tubit, duke u lutur që dikush ta shite. Por ai kishte harruar një gabim fatal, ndezja e zjarrit në një hapësirë të mbyllur.